Të dielën, 334.539 qytetarë do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë në Vlorë, Berat, Tepelen, Mat dhe Cerrik. Komisioni i zgjedhjeve tashmë ka përmbyllur procesin e përgatitjes të materialeve zgjedhore, ndërsa ka nisur dhe shpërndarjen e tyre në qytetet përkatëse. Në qytetin bregdetar të Vlorës, të drejtë vote kanë 171.895 banor, të cilët do të votojnë në 232 qendra votimi, të ndara sipas adresave të tyre. Gara në këtë bashki është mes Brunilda Mersinit, e cila përfaqëson Partinë Socialiste, dhe kandidatëve të pavarur Dionis Sota, i cili ka mbështetjen e opozitës, dhe Gjergji Nika. Në Berat, të drejtë vote kanë 82.161 banor, të cilët do të votojnë në 116 qendra. Në këtë bashki, kryetari i komanduar Ervin Ceca përfaqëson PS-n, ndërsa do të përballet me Pavlo Shkarpën, kandidati pavarur. Tepelena ka 12.667 zgjedhës, të cilët do të votojnë në 22 qendra, ndërsa gara do të jetë mes Gramos Sakos nga Mazhoranca dhe kandidati të pavarur Gabriel Guma, i cili ka marrë mbështetjen e demokratëve. Në bashkinë e Matit janë 29.092 banor, të cilët do t'i drejtohen 47 qendrave të votimit. Gara në qytetin verior zhvillohet mes 3 kandidatëve. Altin Bojni do të jetë kandidati socialist, ndërsa një tjetër socialiste ka sfiduar përpozimin e Ramës, duke shpallur kandidaturën e pavarur, ish kryetaria gruas në Partinë Socialiste në lokale, Suzana Pasha. Ndërkohë që PD dhe opozita mbështet kandidaturën e pavarur të Eduard Brahilikës. Sipas të dhënave nga KQZ, në bashkinë Cerrik janë 38.724 qytetarë me të drejtë vote, ndërsa qendra votimi do të jenë plot 57. Edhe këtu do të jenë 3 garues. Florenc Doka i PS do të kandidojë përballë kandidatit të pavarur Amarildo Hoxha, për të cilën ka deklaruar mbështetjen dhe PD-ja e Berishës. Në këtë bashki do të ketë një kandidat të tretë në logon e partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet, është Eli Gert Hima. E premtja shënon ditën e fundit të fushatës, ndërsa e shtuna do të jetë heshtje zgjedhore.